Përfaqësues të kompanive më të njohura në Europë vizituan Tiranën dhe u bashkuan me yjet të artit shqiptar dhe njerëz të biznesit në nder të festimeve të 30 vjetorit të kompanisë Eurolab International Group. Rrugëtimi i 30 vjeçar i kompanisë me themelues Dritan Bella ju prezantua publikut përmes një reportazhi të shkurtër. Ndërkohë që administratorja e Eurolab, Erila Vela, e cila e ka drejtuar kompaninë që nga viti 2014, tregoi disa nga arritjet kryesore në menaxhimin e kompanisë, duke përfshirë shtrirjen gjeografike në 10 shtete të rajonit: Shqipëri, Serbi, Malizi, Sloveni, Kroaci, Maqedoni e Veriut, Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë, Greqi dhe Qipro, si dhe bashkëpunimin me kompaninë ndërkombëtare të listuara ndër 5 më të mëdhat në botë, në kategoritë përkatëse, përdorimin e energjisë së gjelbër në zyra, fabrikë dhe automjete, si dhe faktin që Eurolab ka sot gra dhe vajza mbi 50% të ekipit dhe mbi 50% mbajnë role menaxheriale. Si përmarrësi dhe ortaku i vetëm i kompanisë Dritan Bella, i tregoi edhe se si emri Eurolab lindi nga ambicia e tij për ta bërë labërinë origjinën e tij të famshme në Europë. Emocionet të veçanta u përjetuan në ndarjen e çmimeve, 30 vite partner, 30 vite klient dhe 30 vite punonjës. Në një atmosferë të ndërtuar mbi promovimin e kulturës, muzikës dhe ushqimit tradicional shqiptar, të ftuarit shijuan performancat e artistëve Olen Cezari, Juliana Pasha, grupi polifonik dhe ansambli Vallëve. Viti 2025 shënoi një tjetër gur kilometrik në historinë e Eurolab, blerjen e fabrikës Stefani & Co, ndërsa në këtë event u prezantua edhe etiketa e re Birrë Stella me shijen e re.